Alba Story prezanton. Gruaja ime ka një shoqe të ngushtë prej shumë vitesh. Ato janë njohur që shumë kohë më parë e kanë mbetur mike. Por unë asnjëherë nuk e kam kuptuar se si mund të rrinë bashk dy njerëz kaq të ndryshëm nga njëra tjetra. Unë dhe gruaja ime kemi mbi 10 vjet të martuar dhe të them të vërtetën, vitet e fundit, jeta jon është bërë shumë e lodhshme. Gruaja ime është një natyrë që ankohet për gjithçka. Çfarëdo që bëj unë në shtëpi nuk i pëlqen. Nëse e rregulloj diçka, më thot pse e bëra ashtu e jo kështu. Nëse rri pushim, më thot që s'bëj asnjë punë. Është një zakon i saj i përditshëm që të lodh menderisht, ndërsa shoqja e saj është krejt ndryshe. Është një grua rreth 35 vjeçe, shumë e qetë, flet pak e i merr gjërat shtruar, e ajo vjen shpesh tek ne për vizitë. Që shumë vite që e njoh, si nuk e pash një herë ta tepronte me fjalë. Megjithatë, unë nuk kisha pasur kurrë ndonjë muhabet të gjatë me të, përveç se një përshëndetje normale kur hynte apo kur dilte nga shtëpia. Tamam 1:00 në darkë, pasi u ktheva nga puna, gruaja ime filloi direkt me kërkesat e saja. Të shtunën s'ke asnjë plan tjetër, më tha. Shoqja ime ka marrë një dyqan të vogël tek lagja e re. Do të hap një butik rrobash, por duhen montuar raft e druri e duhet të shkosh ta ndihmosh se s'ka kusht t'ja bëj. E patjetër që do vi edhe unë me ju, më tha ajo. Thash me vete, po ku të hiqet qafe kjo? Patjetër që do vi edhe kjo me ne. Po ç'ne i thashon, unë jam marangoz. Le të gjej një ustat ta paguaj e të mbaroj punën, sepse unë të shtunën dua të pushoj. S'dua ta diskutoj fare, më tha ajo, i kam dhënë fjalën. Sikur shton asgjë të shkosh një 2 ore t'i japësh një dorë, më tha gruaja. E unë, atë natë nuk kisha nerva të bëja sherr, e lash me aq, e i thash se do të shkoja. Të shtunën e mëngjes, pasi piva kafen, mora kutinë e veglave nga garazhi e i thash gruas, eja të shkojmë. Jo, tha, unë kam punë, ikti se unë do shkoj diku tjetër. Filloi të me kapte një xhelozi. Thash me vete, kjo gruaja ime, tamam kur të iki unë tek shoqja e saj, kjo do të shkoj diku tjetër. Po ku të shkoj, thash vallë, apo do të dali me ndonjë burr tjetër. Por sidoqoftë, nuk doja ta zgjasja, me që më dha rasti të shkoja tek shoqja e saj vetëm, e u nisa me makinë drejt adresës që më dha gruaja. Ishte një dyqan në katin përdhes tek pallati i ri, e kur arrita, e dera ishte gjysmë e hapur, unë hula kokën e hyra brenda, e ai dyqan ishte tërësisht i zbrazët. Vinte era boj e freskët, si shduke sa kishin lyer. E shoqja e gruas ishte aty. Ishte e veshur me një palë xhinse të vjetra, të shkyera përpara dhe përpas, dhe i ngjanin shumë mirë dhe mua po ma hiqnin trurin. I kishte kapur edhe flokët lartë, e gjeta duke fshirë dyshemen, e me habiste kur ajo përkulej që të lante pllakat. Unë vetëm zgurdulloja syt. Me erdhi keqet e prura këtu në këtë ditë pushimi, më tha ajo. S'ka gjë, i thash. Por s'kisha nga t'ja mbaja, edhe po të doja të pushoja. Fjalet e gruas i kam urdhër, e te e njeh atë. E kam mbi kokë, gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë javës, e gjatë gjithë jetës, i thash. Po ç'të bëj? Ajo më ra për hise, e ndërsa shoqja e saj qeshi lehtë.
Nuk ishte nevoja të vije nëse ishe i lodhur, më tha ajo. Gruaja jote ngul më i vet që të dërgonte. E unë i thash që do gjeja dike tjetër. E unë ndërpreva. Tani i thash jam këtu. S'ka nevojë të flasim se çfarë mund të kishte ndodhur, por ja që erdha. Por, po me habiten fakti që ajo në këtë moment ka shkuar diku dhe unë nuk e di se ku ka vajtur, i thashon. Shoqes e saj i ndroi fytyra, sikur ajo dinte diçka. Nejse, ku t'ja fillojmë, i thash. Ajo hapi kutit, e i ndavi ato pjesë që kishte për të montuar, e ndërsa mua me duhet të shpoja muret me trapan. Ajo që me bëri përshtypje ishte sa ajo nuk ndenji asnjë sekonduar kryq. Për çdo raf që unë mbaroja, ajo pastronte pluhurat e murit, por edhe të dyshemes. E kisha gjatë gjithë kohës përpara, me kokën poshtë, e me kthyer me shpinë nga unë. Nejse, isha shumë i shpërqendruar nga pamja e saj. Por koha kaloi shpejt. E rreth orës 2 të pasdites kishim mbaruar gjysmën e punës. E u lodhem goxha shumë. Do shkoj të marr diçka për të ngrënë, i thash asaj. E dola tek furra e bukës, e bora 2 borek të mëdhej, 2 pije, 2 kosa e u ktheva. Në mungesë të karrigeva aty, i kthyem përbys 2 kova të zbrazë të boje që kishin mbetur në cep të dyqanit, e ulem aty për të ngrënë. Gjatë asaj kohe filluam të bisedonim. Ajo me pyete se si shkonte puna ime, e folim për gjërat e përditshme, e ndërsa ajo filloi të më thoshte edhe komplimente. E di që e burri qetë. Po pse e thua këtë, e pyeta unë. E them për gruan tënde. Unë e kam shoqe, por e di shumë mirë se si është. E di që të ankohet shumë. Do njëherë habitem, si arrin ta përballosh, po o ankuar ti. Jam mësuar, i thash, çfarë të bëj? Jeta kështu është. Zgjedh një rrugë dhe pastaj detyrohesh ta shtysh me zor. Po të kisha unë ty, s'do të kisha lënë kurrë që të punoje vetëm, e të lodheshe kaq shumë sa lodhej ti, por as nuk do ma dëgjoje zërin asnjëherë duke u ankuar, më tha ajo. Nuk kisha më çfarë të prisja tjetër. Doja që vetëm të bëja një gjest, por që ajo të mos më hidhërohej. Por s'dija se si. Ma jep dorin, i thash, ndërsa ajo zgjati dorën, e unë fillova të ledhatoja dorën e saj. Po si kur të marr guximin, i thash, e të harroj gjithçka çfarë kam për gruan, e të provojmë diçka unë e ti bashk. E ndërsa ajo uli kokën. Me duke se gjithçka është e përvonë, e me duke se gjithçka është e paarritshme, më tha ajo. Nuk e di, i thash. Nëse nuk e provojmë, jemi të humbur. Nëse e provojmë, mund të fitojmë apo të humbasim. Por në këtë gjendje që siç jemi, çfarë kemi për të humbur, i thash, e pse të friksohemi? Gjatë kohës që po ja thoja këto fjalë, i ledhatoja dorën vazhdimisht, e ndërsa ajo më shikonte sikur ishte e dashuruar në mua. E tërhoqja nga dora, e futa në shpatullat e mia dhe mbajta të përqafuar për disa çaste, e ndërsa unë i merrja erë flokëve të saja. Kur ajo i hodhi krahet pas meje, e po me përqafonte, atëherë e putha tek fyti, e ndërsa ajo ngriti kokën e më shikonte në sy. Pa menduar 2 herë fillova t'i puthja buzët. E kapa nga beli, po i ledhatoja shpinën. Nëse doni të dëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjni subscribe.